Dëgjojeni. Gjykata kushtetuese të jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, por me sa jemi informuar deri tani, askund në botë. Ky po të mos jemi para një mashtrimi ndërkontinental, europian dhe ndërkontinental, nuk ja vlen të merresh me të. Janë kryeministra të pezulluar nga gjykata. Janë kryeministra që pasi është shpallë hetimi janë larguar. Janë ministra, një seri ministrash, që për mbrojtje të dhënave dhe parandaluar përsëritjen e akteve, janë pezulluar nga gjykata. Por, ka të drejtë në një pikë. Në një pikë ka të drejtë. Dhe gjykata nuk mund të kishte vendim tjetër përveç arrestimit të Lubi Ballukut. Ajo edhe tani vazhdojnë të prishin provat me Edi Ramën për krimit që kanë kryer. Po, ajo duhet arrestuar. Dhe zyrat duheshin të gjitha vënë në sekuestro. Të dilte do të shkonte diku tjetër drejtonte qeverinë. Por thot, të ndaj me ju çfarë thon Komisioni Venecias dhe Gjykata Europiane e Strasburgut për këtë çështje. Nuk mund të ketë njëri më të papërgjegjshëm. Qëndrimi i Venecias në fakt është shumë i prerë. Edhe njerë, sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancën e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni Venecias. Nëse gjykata thotë e pezullon, ajo praktikisht do hyn në punë të qeverisë. Gjykata dhe prokuroria janë për të hyrë në çdo çështje që ka krim. E ndron përbërjen e ekzekutivit. E shpëton ekzekutivin nga kriminal. Dhe në ekzekutiv nuk e mbron gjykata ministrin tjetër, se emron, po ai që ka emruar atë që ka kryer krimin. Dhe është zëvendësministri. Merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Absolutisht jo. Por, kur kryeministri dhe presidenti janë të zhytur gjerë të vesht, atër del njëri në emër shtetit që bën ligjin. Venecia, dhe kjo konsiderohet nga Venecia, thot, shkelje e palejueshme e kufirit ndarës midis pushteteve. Të gjitha këto, Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër për mashtrim publik para qytetarëve për këto që shkruan. Nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje palejueshme e kufirit ndarës midis pushteteve. Së dyti, thot, duke bërë këtë gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron përveç kundër judicial overreach ose shqip shtrirje së krahut gjyqësorit për te kufirit ndarës me politiken, sepse kjo përpasoj hap rrugën
presioneve politike. Shiko tani çfarë bën ky. Dëgjoj Rufjani. Thotë se është Erion Veliaj prapa vendimeve. E kuptoni ju? Se nuk mu thotë fajnë e ka Saliu, Osman. Dhe kuptohet këtu aj akusa. Po si mund? Si mund të thotë një çmendur, as njëri normal se thotë të kurra, apo jo. Se kjo i hap, përpasoj hap rrugën e presionit politik dhe i qeverisë, destabilizimit institucional, destabilizim sjell vjedhja dhe vetëm vjedhja. Përkundrazi, largimi i hajdutëve i shërben stabilitetit të institucionit. Manipulimit të ekzekutivit përmes proceseve penale. Këtu i shkon gjuha tek vendi, tek dhmalla, tek vetja ti. Këte kjo e qunë, me qenë se vetë është i implikuar, tani thot, këta godasin Belindën, që të më godasin mua. Po, do të vi dhe të këti. Në mos drejtësia, populli do vi. Ta garantoju këte. Nuk ke shans të shpëtosh. Jo. Ik më mirë, jep dorëheqje, largohu se në mënyrë absolute shqiptar do të krejnë nga i vend. Shqiptar, shpike, ministrat kanë funksione politike, jo administrative. E në gjoni çfarë flet? Ky jeri i tregon me këte, se është i aftë të përqafoj standardin e ignorancës pa dijes së plot në ato që thot. Vetëm të mbroj vetën e ti se për Belindën e kish hedhur 100 herë në lanë. Ministri nuk është zyrtar administrativ. Ministri emërohet me akt administrativ. Deputeti zgjidhet me mandat nga populli, ministri emërohet me akt administrativ. Dhe ky bën një mashtrim të madh publik për cilë do shkoj përsëri në gjykat, në prokurori, si mashtrues publik. Së fundit, dëgjojeni, pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij. A ka avokati më të neveritshme se kjo? Imagjinoni ku shkon kryeministri. Në vend se të thot, në këtë rast kryeministri i detyruar të shkarkojë ministrin. Kur ministri sjep dorëheqje shkarkon kryeministri. Tani thot se është presion për shkarkimin e tij. Pra ata që kanë standarde dhe etike, morale, a kjo është sigurisht detyrim për largim. Nuk pezullohet një individ, mashtrim publik, por pezullohet krejt vendimarrja për një apo shumë sektor në ministri. Jo, ka zëvendësministra që mbulojnë sektorët. Dhe që në momentin që ministri nuk është në detyrë, marrin automatikisht detyrimet e tij. Dhe kjo, thot, është këmbë e krye jo kushtetuese. Ky s'ka njëri, ky është i trallisur në Afrika, nga të merri. Atëherë që në kanë zëvendësministrat jo kushtetues, që në kanë zëvendësministrat jo kushtetues, pra ky s'din ç'flet. Komisioni Venecias mashtron ky, ka theksuar shprehimisht një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore. Ministri nuk është qeveria, është një ministër. Është një ministër. Pse shkarkohet një ministër nuk është të vërtet që shkarkohet qeveria. Absolutisht. Dhe është të vërtet, unë nuk ditë këtë thonë ku, po është e vetë kuptueshme. Nuk shkarkon gjyqësori një qeveri. Qeverinë e shkarkon ata që i kanë dhënë mandatin, po ky është një mashtrim, por ministri nuk është qeveria.
Qeveria është këshilli i ministrave. Uro, imagjinoni tani ju. Rama dhe Lubia që kanë vjedh 50 milion që kanë qeveria. Kënë dy hajdutët. Që duhet ikin natën nga qeveria.